Përshëndetje miq të dashur, mirë se po takohemi në këtë rrugtim së bashku me Hoxhën Bler Musliu në kuadrin e emisionit Konteksti Kohor. Hoxh, mirë se erdha. Mirë se jeni sonte sale. Allah shpërbleft. Hoxh, tema është shumë e gjatë edhe shumë e rëndësishme, mirë po fillojmë shumë shkurt. A ka njeriu identitet? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falendojmë, selavatet tona te Muhamedit alayhis salam, familjes shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Falendoj edhe këtë natë, pra dhe sonte bashkë me netët e kaluara së bashku, por edhe me ato cilat do të vinë, duke lutur Zotin e Madh të shpërblej dhe të na mësoj që së bashku të trajtojmë këtë temë edhe tema tjera, të cilat janë në interesin tonë fillimisht që i trajtojmë, e pastaj edhe në interesin e gjithë atyre të cilët na përcjellin përmes drejtarës së PIS TV-s. E cila megjithatë është edhe një lloj identiteti për cilën ti vetëm se po pyet. Realisht njeriu është përkufizimi i njeriu është në identitetin që ai e ka. Dhe me atë që ai veçohet nga të tjerët. Me atë të cilët ai identifikohet para të tjerëve dhe tek të tjerët. Njeriu gjithsesi që ka identitet dhe janë disa identitete të cilat njeriu megjithatë nuk mund të shkputet nga to, sepse nuk janë në dorën e tij. Për shembull, identiteti familjar është i pashkputur sepse njeriu lind nga prind të caktuar, lind në familje të caktuar. Andaj nuk mund ta mohoj dikush identitetin e tij dhe çdo mohim del shumë qesharak. Njeriu pastaj ka identitetin të cilin nuk e ka zgjedh ai vet. Është përzgjedhje hynore, është përzgjedhje e Zotit. Është identiteti kombëtar, ku njeriu lind në vendin e caktuar, lind në kombin e caktuar, lind në hapësira të caktuara dhe automatikisht ajo është e bashkangjitur me të, madje Allahu xhallahu na tregon se ai domthon është i cili ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, ne ju kemi krijuar në fise popuj, pra që të identifikoheni, që të njihni, e pastaj ka thonë që të njihni mes vete, pra që të keni një lloj identifikimi me të tjerë. Në kështu me radhë, pra janë disa identitete të cilat njeriu identifikohet me to dhe ato janë të pashkputura nga njeriu. Feja hoxha është identitet? E pastaj janë disa identitete tjera të cilat njeriu megjithatë ka një lloj lirie në përzgjedhjen e tyre. Sigurisht se ato pastaj i kanë vlerat dhe rëndësitë dhe gjithashtu edhe përgjegjësitë. Dhe nuk duhet harrojmë se në identitetet të cilat njeriu nuk ka alternativë zgjedhje, por janë të pashkputura për ti, njeriu nuk do t'jap përgjegjësi para Zotit. Ato i shërbejnë atij, i nevojitet atij, i përdor ato, domthon i shfrytëzon ato e kështu me radhë, por nuk ka përgjegjësi para Zotit. Andaj ne nuk do të japim përgjegjësi pse kemi lindur shqiptar. Arabi nuk ka përgjegjësi pse ka lindur arab, pse është arab. Amerikani nuk ka përgjegjësi pse është amerikan. Por as nuk ka ndonjë vlerë të shtuar. Pra a priori nuk ka ndonjë vlerë të shtuar që njeriu nesër para Zotit të krenohet edhe të mburret ose të kërkoj, po themi beneficione shtesë ose shpërblime ekstra për shkak se ai i përket identitetit të caktuar. Mundet me kanë brenda kohës caktuar në shoqëri. Ato janë brenda kësaj, brenda hapësira ku jetojmë, ku njeriu ka beneficione të caktuara, për shembull identitetet të caktuara po e zëm, kanë përparësi sepse po e zëm opton me pasaportën cilën ai identifikohet, mund të lëviz në vende shumë të mëdha, ndërsa ne kemi pas fatkeqësisht më fatën që kemi kufizimin si rezultat i këtij identiteti deri në periudhën e caktuar. Për këtë botë gjithsesi ato janë pastaj ajo fush beteja e madhe e garës së fuqizimit të identitetit. Andaj njeriu ka përgjegjësi pastaj në aspektin e fuqizimit të trutjes, se do të flasim sigurisht pak më vonë. Ndërsa në identitete të tjera të cilat njeriu ja atribon vetes së tij dhe e hieshon veten e tij apo e shëmton veten e tij
me ato identitete, njeriu për to do të jep përgjegjësi para Zotit. Andaj identiteti fetar është identitet pashkputshëm në jetën e njeriu dhe përzgjedhja e këtij identiteti pastaj njeriu e bën përgjegjës në zbatimin e tij dhe gjithashtu edhe para Zotit. Identitete tjera për shembull, identiteti moral. Është moral, për shembull njerëzit kur doin me identifiku dikan, i thonë është i moral shumë, apo është një lloj identifikimi që ti përmes moralit të caktuar apo e identifikon dikan. Kjo njeriu jam vesh vetes së tij, apo e kundërta, njeriu i pamoral shumë. Apo megjithatë është një identitet që njeriu e identifikon veten e tij. Shkollimi i caktuar, profesioni i caktuar, apo ku njeri përmes tij identifikohet dhe njëkohësisht edhe bashkëvepron me identitetet e tjera të cilat njeriu e ten. Pra duhet ta kuptojmë që ta përmbyllim se njeriu ne përcjellën pra gjatë jetës së tij dy lloj identitetesh. Identiteti i cili është i pashkputur, për cilën njeriu nuk do të jep përgjegjësi para Zotit, dhe identiteti që njeriu vesh vetes së tij, identifikon veten e tij, e kjo gjithsesi që i ka vlera dhe rëndësitë e tyre, por njeriu do të jap përgjegjësi nesër para Zotit, e padyshim se në majën e këtij identitetit, po themi vullnetar, që njeriu jam vesh vetes së tij, identifikon veten e tij ose jo, ose në përzgjedhje, është identiteti fetar. Globalizmi sa e cënon identitetin e njeriut, ose sa është imun identiteti i njeriut ndaj globalizmit sot? Kur po flasim për problemet e njeriut bashkëkohor, në këtë rast një nga rrethanat që njeriu e ka përcjellë gjatë historisë, e në kohën tonë ne jemi ata cilët e jetojmë këtë, është forma dhe mënyra e jetuarit, e cila pastaj gjithsesi që është përcaktuese në shumë nga rrethanat që njeriu jeton. Në kohën e globalizmit, kur përpjeket dhe tentohet që njeriu të jetojë njëjtë çdo kund, dhe një model i caktuar i të jetuarit të njeriu atje në skajën e dunjas është i njëjti model që duhet të aplikohet dhe duhet të zbatohet edhe në pjesën tjetër e kështu me radhë, qoftë në aspektin e besimit, qoftë në aspektin e vlerave morale, qoftë në aspektin e të jetuarit e kështu me radhë. Sigurisht se kjo me gjithë ato lehtësimet edhe të mirat që i ka, domethënë sepse nuk po flasim tash për globalizmin si fenomen dhe dukuri dhe realitet që ne po jetojmë, po flasim këtë pjesën e identitetit, identifikimit të njeriu dhe identitetit në përgjithësi. Padyshim se kjo më shumë se gjithçka tjetër i ka shkund themelet e identitetit, sepse megjithatë njeriu karshi këtij fenomeni dhe karshi këtij realiteti nuk ka qenë sa duhet imun, dhe nuk është sa duhet imun për ta ruajtur identitetin e tij, dhe në përpjekje që të duket si të tjerët, në përpjekje që të jetoj si tjerët, në përpjekje që të mendoj si tjerët, në përpjekje që të zhvilloj jetën e tij si të tjerët, gjithsesi që cënohet edhe identiteti i njeriut. Andaj kjo është një nga sfidat e njeriut modern, një nga sfidat cilat madje edhe e shohim edhe e përjetojmë, sepse domethënë globalizmi ka prek domethënë shumë aspekte, e padyshim se njëra nga to është edhe problemi i identitetit. Me globalizmin vjen edhe mundësia e shprehurit të lirshëm, po ashtu mundësisë së lehtë të shprehjes dhe komunikimit masiv, sidomos përmes rrjeteve sociale, ku na shohim çdo ditë që njerëzit kanë mundësi të tregojnë identitetet e tyre ose të shfaqin. Sa do të përdorim të rrjetet sociale ose këtë mundësi të komunikimit të lirshëm dhe masiv që të ruajmë identitetin tonë? Po fillimisht njeriu duhet ta ketë qartë kush është njeriu, kush jam unë. Cili është identiteti im? Me çka unë identifikohem? Me çka unë do të prezantohem tek të tjerët? Me çka unë do të vlerësohem tek të tjerët? Cili është ai identitet, cilën unë e bart, apo me cilën unë kam mundësi lirshëm, guximshëm, me krenari unë ta prezantoj tek të tjerët. Dhe e kundërta, domethënë, apo nëse ne nuk e dim kush jemi,
dhe nuk e kemi të qartë identitetin ton, atëherë rreziku i dëshirës që thjesht të jemi në garën me të tjerët, na ka bërë që të mos e kemi brengën, as mos e kemi dertin se apo e cënojmë identitetin ton, apo mbesim ne vetja jonë që jemi, ata të cilët po paraqitemi, ata të cilët po ekspozohemi, ata të cilët jemi në këtë po themi në këtë rrjet të përgjithshëm. A jemi realisht ne apo jemi pothuajse persona të dyfisht? Na shpesh hoq po shohim rrjetet sociale që njerëzit s'pe tregojnë identitetin e tyre. Pra, nëse ndoshta po kanë shumë identitetet me të cilat paraqiten, qoftë domthonë të ndryshme, pavarësisht asaj që a përkon as përkon me personalitetin e tij, ai don me shfaq një identitet të caktuar. Këtu fillimisht është problemi i janë dy lloj paraqitje të identitetit të rrejshëm, po themi, dhe mos paraqitjes reale të identitetit ton. Janë dy forma. Forma parë është forma klasike. Fatkeqësisht, kjo është, dhe mendoj se është shumë e olt, mendoj se është shumë është po themi është jo njerëzore, është jo humane, kur njeriu I jepet mundësia që ta shkruajë një emër të dikujt tjetër, ta paraqes veten me një emër tjetër, madje domos të paraqitet me fotografi tjetër, e pastaj aty të përdor të shan, të fyn, të përhap gënjeshtra, të përhap të kota, e kështu me radhë. Është niveli më i ulët. Kjo është niveli I ulët. Kjo fatkeqësisht domthon kjo nuk është dashur të ndodh. Kjo s'është dashur të ndodh. Kjo nuk është dashur të ndodh. Formë tjetër pak më problematike e paraqitjes së identitetit tjetër është kur njeriu flet diçka, bën diçka, vepron diçka, përhap diçka, paraqitet si dikush që realisht nuk është në vetveten e tij. Domethënë ai e din që nuk është ashtu. Edhe din që nuk, po thjesht nuk mund të rezistoj. Nuk mund të rezistoj atij, po themi, garës së madhe të përfitimeve të caktuara, të dëshirave të caktuara, të ambicieve të caktuara, të synimeve të caktuara, e ku njeriu pastaj për të qenë garë me të tjerët, I që realisht ai nuk është I tillë, ai mundohet të paraqitet se është si ata, se është pjesë e tyre, e kështu me radhë. Kjo është formë më perfide, kjo është formë më problematike, kjo formë pak më vështirë e diktueshme, por se është realitet. Andaj këto dy, mendoj se janë dy forma të kryesore ku njeriu sot e ndron identitetin e tij dhe bëhet pjesë e këtij rrjeti të gjerë të komunikimit, por edhe të mundësisë së paraqitjes para të tjerëve. Për mos më kalu hoxh, ndoshta edhe më herët ke si nën pyetje si ti përdorim të rrjetet sociale për me ruajtur identitetin. Për ta ruajtur identitetin, njeriu duhet ta di fillimisht, sepse këtu e filluam. Duhet ta di fillimisht se kush është. Ty për shembull, kur thu ruje, ty çka më ru? Për ta për shembull, në të kaluarën e që mendoj se është shumë e nevojshme se të kthehen disa edukata, disa mësime, pse janë të kaluarës, pse janë të prindve tanë, të gjyshrave tanë, të cilët nuk kanë pas, po themi, shkollën, cilën ne e kemi, nuk kanë pas zhvillimet cilën ne e kemi, ta kanë pas parime, kanë pas moral, kanë pas edukat, kanë pas identitet. Andaj, ata kur I kanë këshillu për shembull, familjarët e tyre, të vegjëlit e tyre, fëmijët e tyre, për shembull, kanë thonë, ruaju mos e korrit shtëpinë, apo ruaju mos e korrit familjen, ruaju mos e korrit venin, ruaju mos e korrit kombin, ruaju mos e korrit fen, apo ruaj se ti e ke diçka, apo me çato ti identifikohesh. Në momentin ku ti e cënon, apo e rënon, paraqitesh se dikur që nuk je, I bën që marrët, është turp. Për shembull, një familje e cila ka qenë me parimet moralit, apo ka qenë edukume, ka qenë e cila ka reflektu pozitivitet, bamirësi, nder tek të tjerët. A do të ishte turp, apo që njëri nga anëtarët e familjes, për shembull, të kapej duke vjedhë.
Apo? Dhe qërtimi parë që do t'i bëj atij, apo? Ishte po ti e ke prish identitetin ton familjar. Apo? Na kërkosh për neve që shto s'ka ban. Qështë beti po ban që shto? Apo? Në më dhëruje. Pra, ata kanë pas diçka që duhet miru. Andaj njeriu duhet ketë diçka që duhet arruj. Andaj njeriu kur është kur është kombëtar i mirë, apo? A ka mundësi që me lehtësinë më të madhe, kur ai e din, për shembull, e din vlerën e lirisë, e din vlerën e kombit, e din se sa njëri ka derë gjak, e din sa njëri, për shembull, ne sidomos, din sa nana ka mbet pa fëmijën e tij, sa njëri ka mbet pa gjymtyrët e trupit, apo sa i kemi që halat trupat e tyre nuk din, apo por që ky identitet jon kombëtar, shtetëror, apo që ky është ndërtu në sakrificë, është ndërtu, por është në diçka që është shumë e shtrajt për neve. Andaj, nëse dikush me lehtësi më të madhe e shan kombin, apo e shan atë dheun, e shan shtetin, punon kundër tij, a do të jetë çortim i madh për ta? Apo sepse ti po e prish në diçka që është ndërtu me shumë sakrificë, është ndërtu me shumë mund, apo pra për me rujt diçka, ti do të me posedu. Apo, edhe për shembull pastaj identiteti fetar, identiteti moral, identiteti kështu me radhë. Pra, na për me rujt diçka, para se me folë si duhet me rujt, na duhet me tregu se çfarë vlerë ka ajo që e posedojmë. Andaj çdo identitet ka vlerë, është i shtrejt, është i çmueshëm, të cilin nuk ban me rënu. E pastaj, momenti që e kupton që ti që është shumë i shtrejt, është shumë i vlefshëm, është ai që ti identifikohesh para tjerëve dhe domethënë e ki si një lloj pasaporte dhe flamuri që ti e identifikohesh para tjerë, atëherë ki kujdes në çdo gjë që e rënon, që e cënon dhe që mund ta dëmtoj. Sepse po e kuptuam kështu. Po e kuptuam kësaj. E pastaj mjetët mund me kanë shumë të parëndësishme. Sepse ai i cili kupton vlerën për shembull, vëllai Sali. Ne kemi një problem të madh për shembull sot. Njerëz cilët nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë, por ata e rrënojnë edhe e cenojnë për shembull identitetin ton shtetëror dhe kombëtar. Apo, për shembull njerëz ku i nin apo më të madh të thonë pybe çush jena na si popull. Apo, ky është çortim, ky është rrënim identitetit ton. S'ka kur gjën këtë vend. Apo kupton? Kur ti thu s'ka kur gjën këtë vend. Ti të rrënoni një identitet, çush kimi ja prezantu fëmijës tan se vendi jonë është i mirë, se ky liri është e shtrejt, sa dheu është me rëndësi, kupton? Kur ti e rrënon në start, sa din vlerë. E nuk e din vlerën e saj, kupton? E kësaj domethënë po e bëj si shembull pastaj në cilin. Dikush në familjen e tij, për shembull, kupton, mund të bartë ndoshta disa përvoja personale, familjare, kupton, ku për shembull, kupton, tek identitet për shembull i jamin apo në familjen tan, i trashëguar pe babës, edhe prej kupton, u kon që mos me përdor çamje dhe mos me përdor mallkim në familje. Apo për shembull, kupton. Dhe nëse ndonjëherë ne si fëmijë kemi gabu diçka, apo në këtë drejtim, kupton? Ka qenë çortimi, ndoshta edhe ndëshkimi, për shkak se e kemi cenu një moral, një edukat, e cila ka qenë identifikim dhe identitet i joni familjar. Për dallim ndoshta poj disa pozoma të tjerëve të cilët kryefamiljari ka qenë ai i cili në vazhdimsi, domethënë ka përdor mallkim edhe shamje, kupton. Për ta shamja e fëmis, a ka qenë problem? S'ka qenë problem, sepse ai nuk e ka pas identitet. Andaj është shumë më rëndësi, ajo që nesëm, edhe të kjo që njeriu ta di cili është identiteti i tij. Dhe me çka don ai më identifiku, me çka ai don me bë, domethënë pasqyrë të vetes së tij, të familjes së tij, e pastaj edhe të venet, edhe të dheut, edhe të kombit, edhe të pastaj edhe të fesë si pjesë e veçantë, për cilën besoj që do diskutojmë. Andaj, në momentin që e kuptojmë, pastaj ruajtja
rrugja mund të jetë relative varësisht prej rrethana dhe varësisht prej asaj me të cilën rrezikohet ky identitet. Do të dalim edhe pak në këtë pikë, po koha për një pauzë të shkurtër. Mirë. Të dashur shikues, qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak me pjesën e dytë të emisionit. Të dashur miq, jemi në pjesën e dytë të emisionit Konteksti kohor, së bashku me Hoxhën Beri Musliom. Hoxh, në atë që e tha ti para pauzës, ishte shumë e rëndësishme një detaj cilin ndoshta mos të mbetemi barq të shikuesit pa përmend se njeriu nuk bart përgjegjësi vetëm për veten e tij nëse në rast të rënimit të identitetit, po shohim që është edhe përgjegjësia qoftë rënimi i identitetit fetar që ti ki pastaj pasojat edhe fetare, ose të kombëtare, ose të familjes, ose... Kur njeriu e kupton se është qenie sociale dhe nuk është i krijuar që të jetojë vetvetiu. Dhe mendoj se kjo është një nga çështjet tepër të rëndësishme, e cila kohë pas kohe me rrethon, me arsye pa arsye, me vetdi ose pa vetdije, synohet të rënohet, është që tentohet që njeriu për shkak të asaj që përmenëm në fillim, domthonë globalizmit, ku secili mund të marrë model kudo dhe ta aplikojë në jetën e tij, sepse është i pa asnjë kufizim, pra është i lirë në total, e që nuk ka liri të pa kufizuar në jetën e kësaj bote, nuk ka. Domethënë, sepse ne jemi pjesë tash me dalë me makinë, ti ke pas kufizime caktuara edhe të shpejtësisë edhe të hyrje daljeve të rrugëve, sepse ka edhe njerëz tjerë të cilët jetojnë. Andaj nuk mund të pretendosh lirinë absolute, sepse jemi qenie, domethënë, të cilët jetojmë në bashkësi dhe secili ka obligime dhe të drejtat e tij. Dhe njëra nga problematikat e kësaj është ku njeriu e kupton veprimin e tij puro veprim të tij personal, duke e zhvesh ndikimin e veprimit të tij, qoftë të identifikimit të tij dhe identitetit të tij, qoftë të rënimit të këtij identiteti si diçka këtë personale, e që realisht nuk është. Jo nuk është, sepse njeriu ka përgjegjësi të veprimeve të tij, edhe në ndikimin, edhe në efektin që ai shkakton tek të tjerët. Ndaj nëse marrim këtë model, marrim këtë shembull, pejgamberi mi ka kushtuar shumë kujdes kësaj. Shumë kujdes i ka kushtu. Madje që është se identitetit dhe identifikimit të tij para të tjerëve, pejgamberi i ka kushtu jashtëzakonisht kujdes. Për shembull, pejgamberi i ka pas munafikat. Apo hipokritat. Ata të cilët i ka ditë me emën se janë munafika. Edhe hipokrita, edhe i ka pas me shpallje nga Zoti se ata punojnë kundër të dërguarit, punojnë kundër fesë dhe në bazë të dispozitave ata e ka pas të drejten e ka pas të drejten e ndëshkimeve të tyre. Ka pas të drejten legjitime, për Zotin. Pejgamberi nuk e ka bë. Nuk e ka shfrytzuar. Dhe arsyeja ka qenë që njerëzit të tjerë të mos flasin për pejgamberin alayhis salam dhe për sahabët se për pejgamberin i ndeshkoi shokët e tij. Sepse ata nuk e dinë se çka ka dhe çka bartin këta në zemrat e tyre. E kupton? Andaj njeriu shpeshherë kur bart identitet të caktuar, ai nuk bën ta rënoj atë identitet, sepse nuk është rënim i tij personal. Ne nuk shohim sot vëllai Sale, që për shembull, në totalin e njerëzve, apo po e zom edhe sidomos kaluara ndoshta njerëz që janë marrë për shembull me punë të këqija nga populli jon janë kon pak në raport me numrin e madh. Amo në vendet të caktuara a identifikohemi madje edhe filma bana, se këta merren me drogë, këta merren me ato, këta merren me ato. Apo madje për shembull, edhe në aspektin fetar pastaj. Njerëz me probleme edhe psiqike,
Apo, njerëz që nuk kanë përgatitje, njerëz që veprojnë në bazë të epsheve dhe dëshirave të tyre, edhe të lakmive të tyre, pa hierarki, pa u kthyer në fejenca, pa ndëgju, po bëjnë veprime në emër të fesë, a nuk i veshet pastaj komplet fesë pasoja e veprimit të tij, sepse ai identifikohet me çata? Andaj njeriu ka përgjegjësi të madhe për veprimet e tij dhe ndikimin e veprimeve të tij nesër kur del para Zotit. Sigurisht këtë dynja, po ne po flasim për atë përgatitjen reale, sepse në këtë botë megjithatë njeriu mund të ikë përgjegjësive të caktuara, madje edhe ndëshkimeve të caktuara dhe pasojave të caktuara, ama gjithsesi para Zotit. Andaj njeriu është përgjegjës për identitetin e tij, ruajtjen e këtij identiteti, qoftë ai i pashkputur, qysh e përmendëm, identiteti qoftë familjar, qoftë kombëtar kështu me radhë, qoftë identiteti që njeriu e merr me vetë dëshirën e tij, me vullnetin e tij, me zgjedhjen e tij, e që në këtë rast është identiteti fetar, ku njeriu duhet të kujdeset e duhet ta ruaj ata në maksimumin e tij. Nëse ne duhet të mburremi ose nëse kemi diçka në veten tonë që është vlera më e madhe, është ose duhet të jetë identifikimi fetar ose njeriu të identifikohet me Islam, sepse e dim të mirat edhe madhështinë e Islamit. Mirë, po këtë nuk po e shohim shumë praktik, sepse njerëzit po kanë turp të tregojnë identitetin e tyre fetar. Po ne kur flasim për qoftë frikën, qoftë krizën, nëse mund të themi është kriza e identitetit. Është një lloj krize e identitetit të njeriu modern, sepse njeriu sot para sa të ketë domthonë problemin e problemin e identitetit dhe identifikimit si musliman, si besimtar. Njeriu si njeriu sot ka krizë të identitetit të tij. A nuk ka sot përpjekje që të rënohet, madje edhe identiteti që Zoti njeriu e ka falë me ta. Njerëz që për shembull opton don ta nrën identitetin e tij, për shembull opton gjinur, racor, apo njerëz që bojnë opton të pamjes së tyre, të dukjes së tyre, apo të komësisë së tyre. Opton, njerëz që opton e nrën identitetin e tij kombëtar, apo edhe e shan pasaj ata, e gjun pasaj ata, e hudh pasaj ata, edhe nuk e ka dert për shkak të një përfitimi të caktuar që dikon tjetër e ka marrë një pasaport caktuar ose pas ka marrë një profit, një përfitim caktuar. Andaj kur po flasim për këtë krizë të identitetit të njeriu të modern, po flasim në të gjitha aspektet, në të gjitha sferat, e në këtë rast edhe për identitetin vetar. Por para se të dalim të kjo, po kam dëshirë që ta përmendem se kjo shumë e rëndësishme. Kujt sot i bën përshtypje, për shembull, që të identifikohet me morale. Domethënë, a është sot identifikimi dhe identiteti moral vlerë? Është punu shumë që të rënohet. Sa është, apëtan? Nuk është. A është sot identiteti i dijes, identitet i kërkuar? Hajgare bojnë me këtë punë. Hajgare bojnë, apëtan. Ka kry shkollë, hajgare bojnë, apëtan. Me nxënës bën hajgare, me mësues bën hajgare, me student bën hajgare. Pse? Sepse është zëvendësuar me identitetin material. Po e zomë, apëtan. A është identiteti i një familje të shëndosh, sot identiteti i kërkuar edhe i synuar për të tjerëve? Sa është? Sepse emisionet televizive bana, që të rënohen bazat e familjes, që të rënohet pozicioni i burrit, që të rënohet pozicioni i gruas, që të rënohet pozicioni i fëmijëve, që të rënohet apo të bëhet një gjakurdim. Pse? Sepse problemi i identifikimit dhe identitetit është saj, megjithatë të jep disa kufizime që i përmendëm më herët, sepse ti nuk mund të dalësh jashtë atyre. E pastaj si rezultati i këtij problemi dhe i kësaj krize të përgjithshme, fatkeqësisht nuk kemi pështu edhe bartësit e identifikimit dhe identitetit fetar. Islam, atyre cilët Allahu subhanahu wa taala ka thënë huwa sammakumul muslimin. Allahu ju ka thujt musliman. Allahu subhanahu wa taala ju ka thujt musliman. Tilka ummatun wahid. Kjo është një ummet është.
Ky ummet i pasuesve të pejgamberit i ndjekësve të Kuranit, i ndjekësve të sunetit të tij, i ndjekësve të këtyre parimeve, i ndjekësve të kësaj rruge është një ummet. Kudo që jetojnë dhe kudo që banë. Pra, po themi për ato të cilët Allahu e ka vlerësuar. Wa ilahukum ilahun wahid, sepse keni një Zot. Po, kemi një Zot që adhurojmë. Kemi një kible që i drejtohemi. Kemi një pejgamber që i besojmë. Kemi një Kur'an që është domethënë formula e jetës. E kemi një xhenet që e synojmë, apo? Pra, kemi një saf që na bashkon. Kemi në Ramazan, të cilën fillojmë dhe mbarojmë ushqimin për të njëjtën kohë. Krejt janë të përbashkëta. Ama, apo problemi i krizës së këtij identifikimi u mban që unë mos më pas dëshirë me kon njëjtë si ti. Apo? Për shkak të ndoshta disa dallimeve të tjera të cilat nuk janë të rëndësishme dhe nuk e rënojnë, nuk e cenojnë këtë të parën. Kjo i bie, në bazë të kuptimeve që përmendëm më herët, se ne nuk e njohim këtë vlerë. Ne nuk e dim çfarë bën me ka musliman. Na nuk e dim çfarë bën Allahu subhanahu wa taala me të udhëzu. Apo nuk e dim çfarë bën që Allahu xhaleshanu ai më thon ti je huwa samakum muslimin. Ai ju ka thonë që jeni musliman. Allahu ju ka thonë që jeni musliman. Domthonë kushdo që e ndjek këtë rrugë, E pastaj nuk e dim as benefitet dhe të mirat dhe shpërblimet të cilat i pason ai i cili ka e ndjek këtë rrugë. E tani shpesh herë ndëgjojmë domthonë për gjëra më të çuditshme, kur në njërin anë, domethënë thotë jam musliman, në anën tjetër komplet çakat islamet ai refuzon. E refuzon Kur'anin, e refuzon sunetin, e refuzon namazin, e refuzon bulesën, haramet thotë nuk janë harame, sevapet thotë nuk janë sevape, kështu me radhë. Kjo krizë është. Krizë e madhe, Krizë e madhe. Andaj të tillët, të cilët nuk e njohin çai bën me kon identiteti yt, musliman, edhe me kon identiteti yt islami, ai me lehtësi ka me thonë se unë s'jam, ose nuk i përkas, ose nuk më intereson, ose e kështu me radhë, cilat shpeshherë, mirë po dikush i cili ka njohuritë ma elementare, se çai bën me kanë musliman, padyshim se ai jo që do ta refuzonte, por do ta parasiste me krenari dhe me mburje, jo për nënçmime të tjera, por me mburje në përzgjedhjen që Zoti xhaleshanu ja ka bërë atij, sepse kjo përzgjedhje nuk është meritë e jona. Andaj kur po flasim atje te përzgjedhja, që folëm te identitetet të cilat njeriu, ne Islamin e kemi përzgjedhjen nga Zoti, ai na ka dhënë rahmet, mëshirë. Allah, andaj thot Allahu xhaleshanu, innaka lan tahdi man ahbab. Ti nuk e udhëzon këndën. Walakin Allah yahdi man yasha. Çka përzgjedhja, identiteti vetar është përzgjedhje hynore, përzgjedhja Allahu subhanahu wa taala. Dhe çdo kush që e neglizhon, çdo kush që nuk e vlerëson, çdo kush që gjen arsye që të mos e ndi veten tumtë dhe kënar, ai gjithsesi arsyeja kryesore se nuk e din vlerën, nuk e din kush e ka përzgjedh dhe nuk e din cilat janë përfitimet e këtij identiteti, e cila po them nuk është merit e jona. Është merit e jona, pastaj për shpërblemi për shkak të përpjekjes së të mundit për ta ruajtur, për ta kultivuar, për ta përhap, për të mësuar të tjerë, për të thirrë të tjerë që të bëhen pjesë e këtij identiteti, përndryshe nuk është për të mburje as për nënçmimin e tjerë, por është thjesht për zgjedhje prej Zotit fuqiplot. Ose këto sfidat të globalizmit dhe këtë multi-identitet që mundet me pas njeriu, qofshin ato të cilat i përzgjedh vetë edhe ato të cilat të vinë nga Zoti, a mundet muslimani me kanë po themi, me kanë i kohës, duke posedu identitetin fetar? Padyshim, sepse feja nuk ka ardhur që ta lënë njeriu mbrapa. Ma anzalna alejke al-Qur'ana litashqa, sta kemi zbritur këtë Kur'an të mund nikesh me ta. E moni në nçmume, moni po shtrume, moni prapambetuni, absolut, përkundrazi. Iqra, ajeti pa lexo, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, apo në me bot barabart ata që dinë ata që nuk dinë. Përkundrazi, Islami sa ka qenë identitet i pastër i bardhëve të tij, ka qenë pritar i vlerave, i zhvillimeve, i zbulimeve, apo thon. Edhe sot kësaj dite un flas me kompetencë, çdo besimtar
Çdo besimtar i cili identitetin e tij fetar e ka të ndërtuar në bindje, e ka të ndërtuar në vepra në bazë të asaj që del si rezultat i besimit. Ai do të jetë më i miri. Dhe për këtë kërkoj sfidë. Çdo kush që nuk është më i miri për besimtarëve ai ka mangësi ose në kuptime, ka mangësi ose në zbatim. Përndryshe nuk ka mundësi që dikush të thotë un jam musliman, un jam besimtar, un ndjek Kur'anin, un kam shembull pejgamberin alsam, apo un besoj xhenetin, un besoj xhehenamin, un besoj dalën para Zotit, ai pastaj të mos jetë më i miri. Sepse krejt që do kanë me qu në rrugën e këtij pretendimi, në rrugën e këtij identiteti. Problemi që ndron kur nuk njihen, kur nuk dihen dhe problemi pastaj tjetër apo kupton i këtij cenimi dhe i këtij rënimi është problemi i bosqenit më i miri, është kur ka përplasje dhe ndeshje për shkak të interesave të caktuara. Për shembull, kupton. Njerëzit në momente të caktuara dalin dhe identifikohen si bardhës të Islamit, edhe të kuptimeve të fesë. Por për shkak të dëshirave të caktuara, për shkak të lakmisë, për shkak të materiales, për shkak të përfitimeve të caktuara, ata dalin jashtë me veprimet e tyre, por nuk dojnë me hub emnin si emën apo të identitetit për shkak të përfitimeve të caktuara. I vjen tash se feja po mbetet veçamëre jo identitet. Pikërisht. Domthonë problemi pastaj është se ajo mbetet si emën. Për shembull, shembujt janë të shumtë, domosdoshmë kohën tonë. Dikush i cili paraqitet për shembull, qoftë me veshjen e caktuara, përban veprime të cilat absolutisht nuk përkujnë me identitetin, kupton? Qoftë në thirrje të caktuara, në veprime të caktuara, çkado që ai ban. Mirë, po të gjitha ato i ban për përfitime, emër, privilegje, ku po dione, kupton. Andaj është vështirë me i rezistu këtyre erave të fuqishme të, po themi të asaj që përmend më herët të globalizmit. Për shkak se, edhe në aspektin e ligjerimit, apo për shembull, kupton, një hoxh i caktuar, kupton, e ka vështirë sot, që të paraqes parime reale, bazë, të thirrën do. Për shkak se ato nuk janë shumë in. Apo nuk janë shumë in. Jo sa ato nuk janë in bazë, por nuk janë in në shoqëri. Kupton? Andaj çfarë duhet bë? Duhet me apërshtat pak me, po themi me atë gjuhën që përdoret, duhet me bë pak tallava. Me thirr ka pak, kupton? Pak anej, pak neje, pak me përzi, pak anej, për shkak se veçështu nuk po ban. Kupton? Andaj na çka duhet me bë, kupton? Dhe çdo kush që ka identitet të pastër, është i bindur në ato cilën e ka, dhe është i bindur në ato cilën e beson, është i bindur në ato që praktikon, është se është kur je parimur. Pavarësisht se çu dukesh jashtë. Je kur hec në rrugën e duhur. Je kur je bartës i vlerave, edhe i virtyteve, edhe i moralit, edhe je kur je bartës real i identitetit dhe i bindur në ato të cilën e bardh, sigurisht se kjo ecje, kjo qëndrueshmëri, kjo istiqame, kjo vendoshmëri, cilën Allah subhanahu wa taala madje pejgamberit alsa më ka thonë, fastaqim kama umirt, ka thonë qëndro, që është parimur, apo çush i urdhnu, jo çush po ta kërkojnë ata të tjerë. Sa ata i kanë lyp shumë gjana. Madje ata i kanë ardhur dhe kanë thonë, pejgamberi alsa më ka thonë, hajde ka thonë, po bëjmë një farë kompromisi se ti je me vetë burrë atje, apo po flasim për fillimet. Ka thonë, një vjet të adhuroj Zotin ton, na një vjet të adhurojnë Zotin tanë dhe rahat jemi. A ka kësi zonë është sa të kësaj dite ka, pëtën. Po identiteti pejgamberit sa ishte besimin Zotin një, i pastër. Tash hajde bojmë, pëtën. Pra ata për shembull sot në krizën e madhe të identitetit po global, edhe pse ndoshta nuk kemi shumë kohë, po thjesht sa për ilustrim, është për shembull përpjekja që këtë njerëzit me kthy në një fe të vetme, ajo është feja abrahamike. Apo do këtë njerëzit, këtë fet mbledhen te Ibrahimi alayhis salam atje, hajde këtë po i shkime po kthejmë atje bashkë, kupton. Për shembull, në krizë e identitetit në aspektin për shembull global të muslimanëve. Andaj
është kur është muslimani parimor. En është kur është i zellshëm. En është kur është i moralshëm. En është kur është i edukum. En kur është i shkollum. Sepse të gjitha ato i ka të rrënjosura identiteti fetar. Dhe po zbatun ato si duhet, po realizun ato si duhet, ti do t'jesh prijetar, ti do t'jesh vendos i standardeve, jo ndjekës e standardeve. Sepse feja ka vendos standarde, jo me ndjek standarde. Andaj pejgamberi Allah i tha ti që ndrë që është i urdhëruar prej Zotit, që kjo është en. Të tjerat pastaj kompromiset në identitet, këtë rast në besim, kompromiset në identitet fetar, kompromiset në identitet kombëtar, e kështu me radhë, padyshim se ato nuk shpihen asgjë dhe askund përveç se dëshojnë me të rrëzu nga froni i qëndrueshmërisë, nga istikamja, e në momenti që të rrëzon, pastaj është lehtë, domethënë e menaxhueshme, është lehtë që të hudh atje ku duhet. Nëse ose kemi krizë, ose po kuptojmë që kemi krizë identitare, se dim ku jem, çush kemi ditë ku po shkojmë. Po pikërisht ajo është për të cilën edhe po flasim dhe po tregojmë, kupton. Andaj njeriu është shumë e rëndësishme me pyet veten e tij, unë për ku po shkoj? Sepse po nuk u njoft identiteti, po nuk u di se kush jam unë, po nuk u di se domthon çka përfaqësoj unë, me çka identifikohem unë, çush kemi ditë objektivin se ku kemi më rri. Nëse dim se kemi dalë, se çdo musliman e ka parasyve dalën para Zotit, a do të kemi dert me çfarë identiteti po dalim? Padyshim. Madje kjo është branga jote, edhe branga jon, e secilit prej neve, ku ne e kemi dert, kupton, se me çfarë identiteti po dal nesër para Zotit. Sepse kur flasim për identitetin që kemi me dalë para Zotit, kjo nuk nënkupton nënlehtësimin e identitetit tonë këtu. Sepse ne sot flasim për njerëz të kaluar, ndoshta me qindra mijë vite që kanë vdekur përpara, por cilët kanë pas identitet të shëmtuar dhe pasojat e krejt njerëzve të cilët e kanë njeh identitetin e tij janë gjunohat edhe dënimi që ai ka më marr, sepse është pjesë e ndërtimit të një identiteti të shëmtuar. Andaj besimtari ka dert. Andaj duhet të formohet këtu, se cili është identiteti i tij, çka përfaqëson ai, çka beson ai, cila është vlera të cilën ai duhet fokusohet, sepse po i kuptoj këtu, e ka lehtë pastaj të punoj në objektivin, në qëllimin dhe në targetin që ai ja ka vendosur të vetet. Po nuk e di ti se ku ka më rri, padyshim se kjo pastaj mbetet shumë relative, shumë e parëndësishme, sepse me çfarëdo identiteti që ai të prezantohet, nuk e ka dert sepse ajo në ditë do të përfundojë dhe ka përfunduar gjithçka. Andaj dalja para Zotit me identitetin ton, qoftë të besimit, qoftë ata kombëtar, si falendojmë Zotin që na ka kriju në vendin e caktuar, në rrethana të caktuara dhe e kemi ruajtur ata, e kemi kultivuar ata, nuk e kemi shëmtuar ata, nuk e kemi tradhtuar ata, e pastaj çdo identitet tjetër që njeriu janë vesh vetes së tij, padyshim se ajo do të jetë një lloj simboli, një lloj identifikimi dhe një lloj edhe gjykimi të cilën do ta marr për shkak të tyre. Hoxh me kas erdhi fundi, të falenderojmë shumë për kontributin. Allah shpërblet, Zoti na bafë që të jem gardian të identitetit, qoftë aty fetar edhe të besimit, qoftë aty kombëtar edhe të asaj që ne veprojmë edhe e kemi për obligim të punojmë. Allah shpërblet. Inshallah. Tash shikues, gjithashtu edhe juve Allah shpërblet që ishit bashkë me ne në këtë emision. Deri në takime të tjera, mbetëshit në mëshirën e Zotit.